Dje rreth orës 15:30 në sektorin për punë të brendshme në Gostivar është paraqitur 21 vjeçari MT nga Gostivari, i cili rreth orës 13:20 është raportuar nga një e mitur 17 vjeçare nga një fshat i Gostivarit me të cilin ishin në lidhje dashurie. Në prani të babait të saj, ajo ka denoncuar në stacionin policor se MT sillej në mënyrë agresive ndaj saj dhe e shantazhonte se do të publikonte video dhe foto komprometuese nëse ajo i jepte fund lidhjes së tyre. Ai është ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit do të përgatitet për shtresë-përkatëse. Dje rreth orës 16:15 zyrtar policor nga Njësiti Policor për Siguri në Komunikacionin Rrugor në Gostivar kanë ndaluar 40 vjeçaren PO nga fshati Raveni i Gostivarit, e cila është sjellë në mënyrë agresive ndaj tyre gjatë kryerjes së veprimeve zyrtare dhe nuk ka pranuar të identifikohet. Ajo është ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit do të përgatitet para shtresë-përkatëse. Sot rreth orës 2:40 në sektorin për punë të brendshme Tetov, 40 vjeçari FI nga Tetova ka raportuar se është sulmuar fizikisht nga një person në vendin e tij të punës në një objekt hotelerik në qendrën tregtare të qytetit në Tetov. Po merren masa për dokumentimin e plotë të rastit. Dje rreth orës 14:05 në fshatin Reqic e Madhe e Tetovës, policëve të stacionit policor të Tetovës, 49 vjeçari AZ nga fshati Reqic e Madhe u ka raportuar se familjarët e tij, që janë edhe fëmijët e tij, NZ dhe SZ, janë sjellë në mënyrë agresive ndaj tij dhe kanë dëmtuar shtyllat e rrethojës ndërmjet pronave të tyre. Po merren masa për zbardhjen e rastit. Dje rreth orës 14:30 37 vjeçari JB nga Gostivari ka raportuar se pas mesnate është thirrur nga FN dhe janë pajtuar që të takohen në rrugën Ivo Lola Ribar në Gostivar, por aty ka ardhur FN me një person tjetër dhe kanë sulmuar fizikisht personin JB. Po merren masa për zbardhjen dhe dokumentimin e rastit. Mbrëm rreth orës 19:40, 36 vjeçari AR nga Gostivari, së bashku me vajzën e tij të mitur, ka raportuar se rreth orës 17:30 pas përfundimit të mësimit në shkollën fillore, kur është nisur për në shtëpinë e saj, e mitura është sulmuar fizikisht nga një i mitur, i cili ka mësuar në të njëjtën shkollë. Po merren masa për zbardhjen e rastit.